Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Me thënë të drejtën, sot në mënyrë pak më amatore, por tashmë është e kuptueshme, jemi gjatë sezonit veror, angazhime të ndryshme, ambiente familjare, por unë në asnjë mënyrë nuk dua që të largohem prej jush. Dua gjithmonë të jem pranë jush, dua gjithmonë të vi me lajmet më të fundit, të komentojmë dinamikat më interesante, të komentojmë ngjarjet më të fundit. Atë çfarë unë e marr vesh, me patjetër që dua ta ndaj me ju. Në këtë minutash, në këtë përmbledhje të parë, dua të flas për çiftin Briteo. Konkretisht për Mateon edhe për Brikenën, për dyshen që në fakt na ka bërë që të mbërthejmë veten pas ekranit, dashuria që na kanë dhënë, respekti që po tregojnë, njëkohësisht edhe dashuria që marrin nga publiku, është një dyshe e bukur fantastike që e bën këtë çift që të jetë i veçantë. Por së fundmi, do me thënë edhe pse kishte hamendësime të ndryshme, haludime të ndryshme për marrëdhënien e Brikenës, për marrëdhënien me Mateon, për dashurinë, për çiftin dhe gjithçka tjetër, së fundmi, siç duket, këto gjëra kanë ndryshuar. Publiku ishte në pikpyetje se çfarë po ndodh me Brikenën dhe Mateon. Njëherë kishte thashë theme që janë ndarë. Pastaj Brikena dhe Mateo dolën bashkë. Filluan të bëjnë foto, filluan të bëjnë story, filluan të bëjnë video të ndryshme, gjëra të cilat në fakt ngritën me njëherë hamendësime të ndryshme të publiku që marrëdhënia është në rregull dhe gjërat janë perfekte. Por së fundmi përsëri një lëvizje e vogël ka rikthyer në qendër të vëmendjes këtë dyshe. Do të thënë ka ngritur te publiku hamendësime se çfarë po ndodh me këtë çift. Si po shkon raporti, si po shkon marrëdhënia, çfarë janë gjërat të kësaj dashurie. Unë personalisht gjithmonë kam qenë koherent me fjalët e mia. Unë kam thënë që të shkatërrohet një dashuri për të cilën u luftua pafund në Big Brother, nuk më duket me esencë, do me thënë kjo gjëja. Tani unë besoj në luftën për dashuri. Kur them besoj në luftën për dashuri, do me thënë besoj tek ato njerëz që luftojnë pafund për njeriun që duan, luftojnë me zemër, luftojnë me shpirt. Dhe në këtë rast, unë realisht pash një Mateo i cili e dashuron me zemër Brikenën. Tani ti të futesh në Big Brother me një qëllim. Mateo që në ditën e parë kur ka hyrë në Big Brother, nuk ka thënë që unë futem për të fituar çmimin e madh. Por ai tha, unë futem në shtëpinë e Big Brotherit për të arritur një qëllimin tim, një gjë që mua më ka mbet pezull, një gjë që mua më ka mbetur peng, një gjë që mua më ka thyer shpirtin, do me thënë. Për këtë gjën edhe futem në Big Brother. Dhe pikërisht kjo pjesa, është pjesa që mua më bën të besoj në ndjenjat e Mateo, sepse shikoj që shumica e publikut ngatërojnë një prezantim mediatik, një skandal për vëmendje, për klikime, për të qenë në qendër të vëmendjes, me fenomenin e dashurisë. Me thënë, këto nuk ngatërohen. Nuk mund të thuash ti që ne duhet të bazohemi në dashurinë e Mateos edhe të Brikenës, nga fakti që ne ato i shohim vetëm në rrjetet sociale. Mua kjo gjë më duket e pavend dhe më duket budallalik, me thënë të drejtën. Më duket shumë budallalik kjo gjë. Por mbi të gjitha, më duhet edhe këtë ta citoj, ato do bëjnë një lloj lëvizje interesante që të jenë në qendër të vëmendjes. Çdo personazh publik, jo më kot dallohet personazhi i thjesht nga personazhi publik. Çdo personazh publik mbijeton nga situatat e këtilla. Dhe këto gjëra që po ndodhin janë në favor të Brikenës dhe Mateos. Mund të kthehen për një minutazh të vogël apo për një kohë të vogël, në kuptimin që, do me thënë, mund t'ju kthehen
kundër nga disa individ të cilët nuk e kuptojnë pjesën e showbizit, por nga ana tjetër, ato është më se normale që të ketë lajme të ndryshme për ndarje dhe për gjithçka që ndodh në marrëdhënien e tyre. Unë dyshoj që Mateo e ka fshirë Brikenën nga Instagrami dhe Brikena Mateon nga Instagrami. Besoj gjithmonë siç kam besuar te ky fakti që e ka fshehur për ta parë ne që nuk e ndjekën, e ka bërë nuk e ka publike, mund të ndodhë edhe kjo gjëja, por që të arrihet në një ndarje, këtë gjën nuk e besoj dhe nuk ka gjë mua që personalisht mua si gazetar, nuk ka gjë që mua më bind në këtë drejtimin, se mund të jetë kjo gjë e vërtet. Nuk më bind fare dhe thjesht kam atë bindjen time që marrëdhënia është korekte, marrëdhënia është harmonikisht shumë e lumtur, por çifti ka vendosur që të jetë në këtë drejtim për interes të vendit ku ato janë. Televizioni Top Channel dëshiron të krijon klikime, dëshiron të krijon shikueshmëri dhe me patjetër përdorën karta të tilla të cilat janë në favorin e tyre. Unë jam i bindur për këtë gjën, që do të vijë momenti që Mateo këtë rrugtimin në Top Arena do ta mbyllën me një gjë të bukur, edhe pse të gjithë mendojnë që janë ndarë, duke u bazuar tek pjesa e Instagramit, që kanë hequr njëri tjetrin. Unë mendoj që të gjithën këtë gjën Mateo do ta mbyllën në fund me një propozim të bukur, me një propozim me unazë kundër drejt Brikenës për të nisur një rrugtim të ri në jetën e tyre. Të paktën, unë personalisht, si Tiron, kështu e shikoj këtë marrëdhënie, kështu e shikoj këtë histori, kështu e shikoj këtë ndjesi. Dhe mua kjo gjëja më bën që të ulem edhe të mendoj përse njerëzit, apo ndjekësit e tyre, fansat e tyre, një numër i vogël, jo shumica, nuk ulen ta mendojnë që këtë gjën, këtë historinë, ky personazhi Mateo e bën në kuadër të interesit të vet, e bën këtë lëvizjen dhe prandaj jemi në këtë stadin këtu ku jemi. Kemi arritur në këtë pikën këtu ku jemi. Unë besoj, me thënë të drejtën, në këtë marrëdhënie, besoj në dashuri, besoj në këtë histori të çiftit dhe jam i bindur që edhe më tej çifti do të jetë më glamur dhe do të na dhurojë emocione. Unë kam një bindje që dashuria e Mateos edhe Brikenës është një dashuri e sinqertë, është një dashuri e vërtetë, është një dashuri e cila qëndron me këmbën në tokë, na dhuron emocion, na dhuron pozitivitet dhe na bën që ne të ndjehemi të lumtur. Nuk besoj në një ndarje, thjesht është strategji e marketingut, ashtu siç në fakt unë e kam thënë gjithmonë, e kam treguar gjithmonë që kjo është një lëvizje strategjike. Nuk ka të bëj fare me ndarjen, nuk ka të bëj fare me të ashtu quajturën interes, që në fakt shumica e shoh nëpër komente, e quajnë si interes këtë gjë. Këtë gjë nuk e vë fare në sistem. Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të folur rreth ngjarjeve më të fundit, që në fakt publiku është më së shumti kurioz. Tani do të ndaloj të flas për Ledion Liçon dhe Sara Hoxhën. Jam ndoshta i vetmi gazetar që në shumicën e rasteve e trajtoj si temë. Nga që kurreshtja e publikut është shumë e madhe për të ditur rreth këtij çifti dhe për të kuptuar pse ky çift në thelb është kaq çift i heshtur. Është kaq çift i qetë, është kaq çift i mbyllur, gjë e cila në fakt ngre kurreshtje dhe pikpyetje se çfarë po ndodh me këtë dyshe. Tani, për të thënë që Ledioni dhe Sara janë të ndarë, duhet të kesh shumë logjik të dobët. Pse duhet të kesh logjik të dobët? Fillimisht njëherë Ledioni dhe Sara kanë një marrëdhënie korrekte, gjë të cilën e ka thënë Ledioni edhe në Big Brother, nëse ne dim të lexojmë nën buzë, do kuptojmë atë se çfarë ai ka thënë dhe ka dashur të shprehë në të vërtetë. Ledioni ka shprehur respekt, Ledioni ka shprehur mirënjohje, ka shprehur falënderim, ka shprehur dashuri, ka shprehur atë vlerën e bukur që nuk e shpreh njeri në këtë botë. Ledioni ka ditur ta shprehën dhe e ka shpreh. E ka treguar këtë ndjesinë.
Nga ana tjetër kemi Sarën, e cila ka një përkushtim të jashtëzakonshëm në televizionin e saj dhe është shumë e tërhequr nga jeta publike. Tani, nga që Sara nuk bëhet publike shumë, do të thënë kjo është ajo pikpyetja që publiku e ka, po mirë, atëherë marrëdhënia e këtyre është e krisur. Jo, nuk do të thotë kjo. Në qoftë se një njeri ka përzgjedhur që të ketë të gjitha të pasurinë që ka Sara Hoxha dhe të mos të jetë publike, kjo nuk do të thotë që është marrëdhënie e krisur dhe nuk do të thotë që është marrëdhënie që është jo funksionale, ëh. Po përkundrazi, do me thënë Sara nuk është figurë publike, ajo është shumë pak aktive në rrjetet sociale, ajo poston vetëm gjëra që kanë të bëjnë me promovimin e televizionit të saj, me arritjet që ka televizioni Top Channel. Për shembull, postimi i fundit ka qenë rreth Digitalbit, ku Sara dhe Ledioni kanë vërtet një pozicion të rëndësishëm në Digital, por nuk dëshiron që jetën e saj private ta bëj publike. Në thelb, Sara dhe Ledioni nuk është se kanë publikuar ndonjëherë, me thënë drejtën, fëmijët në story apo një dalje publike në story, jo sot, por gjithmonë që në momentin që janë bashkë. Dhe kjo nuk do të thotë që ne duhet të bazohemi tek storyt për të vendosur për marrëdhënien, për të dhënë verdiktin në fakt të një marrëdhënies të një çiftit. Nga informacionet që kam arritur të marr unë, marrëdhënia është shumë e bukur, nuk ka patur asnjëherë krisje në raport të çiftit. Sara dhe Ledioni vazhdojnë të jenë shumë të lumtur, vazhdojnë të jenë shumë pozitiv, vazhdojnë të dhurojnë shumë energji të mirë me njëri tjetrin dhe vazhdojnë që të kenë adrenalin të bukur familjare. Do të thënë, çifti është në rregull, po punon me një intensitet shumë të lartë, do të kuptoni në ditët në vazhdim se çfarë Big Brotheri po përgatitet që do të mbetni pa fjalë, dhe kjo do ta bën situatën edhe më të bukur.